Në 9 mujorin e vitit 2025, buxheti i shtetit regjistroi një suficit prej 47 miliard lekësh për të tretin vit radhazi. Rreth gjysma e këtij suficiti, ose 23.3 miliard lek, erdhi nga mosrealizimi i shpenzimeve publike. Kjo situatë pasqyron një performancë më të mirë të të ardhurave krahasuar me planin dhe një realizim më të ulët të shpenzimeve, pavarësisht rishikimeve të bëra në buxhet përmes akteve normative. Ndërkohë, sektor të rëndësishëm si bujqësia vijojnë të vuajnë mungesën e subvencioneve të nevojshme për parafrim me standardet e Bashkimit Evropian. Pas një periudhe me deficite të larta, veçanërisht gjatë pandemisë 2020-2021, buxheti kaloi në suficit në vitin 2022, me trend pozitiv që vijoi në 2023 dhe kulmoi në 2024 me një suficit prej 68 miliard lekësh. Në vitin 2025 ky suficit ruhet në nivele të larta, duke treguar konsolidim të qëndrueshëm fiskal. Në anën e shpenzimeve, shumë zëra rezultuan nën plan. Shpenzimet korrente u realizuan me 13.6 miliard lek më pak, ndërsa shpenzimet për personelin ishin 1.5 miliard më të ulta se parashikimi. U shënua gjithashtu ulje e interesave për borxhin publik dhe subvencioneve. Shpenzimet për fondet speciale, pensione, sigurime shoqërore dhe shëndetësore ishin 1.5 miliard lek më pak se plani, ndërsa buxheti vendor shpenzoi 9.1% më pak. Ulje u regjistrua edhe në ndihmën ekonomike dhe pagesat e papunësisë. Nga ana tjetër, investimet publike u realizuan me një mospërputhje prej 14.9% ose 9.9 miliard lek më pak, kryesisht për shkak të vonesave në investimet me financim të huaj. Edhe pse suficiti dëshmon një stabilitet të përkohshëm fiskal, ai pasqyron një problem të thellë: realizimi i ulët i projekteve publike. Kjo nuk kupton vonesa në zbatimin e politikave dhe në përfitimet që duhet të mbërrinte qytetarët dhe ekonomia në kohë.